E po, jemi gati të zhytemi në një nga misteret më të mëdha filozofike të historisë. Ky udhëtim i përbashkët do të na çojë thellë në hermeticizëm. Bëhet fjalë për një filozofi mbi 2000 vjeçare që, besoni apo jo, ka frymëzuar alkimistët e lashtë, mistikët dhe madje disa nga mendjet më të mëdha të njerëzimit. Është fjalë për fjalë një përpjekje monumentale për të zgjidhur atë pyetjen e përjetshme, si lidhet në të vërtetë mendja jon me vetë materien. Pra, pa humbur kohë, le të shohim se si kjo shkencë e shenjtë përpiqet të harmonizojë atë që ndodh brenda nesh me të gjithë kozmosin e pafund. Dhe për ta bërë këtë, kemi një plan të qartë sot. Së pari, do të thellohemi te misteri i mendjes dhe materjes. Më pas do të zbulojmë se kush është saktësisht Hermes Trismegistus. Do të kalojmë tek origjina dhe tekstet e shenjta, do të zbërthejmë 7 ligjet e Kybalionit dhe do ta mbyllim me thelbin e gjithçkaje, alkiminë e vetdijes. Le të fillojmë. Pjesë e parë e këtij eksplorimi është pikërisht misteri i mendjes dhe materjes, ose siç njihet ndryshe, ura mes mikrokozmosit dhe makrokozmosit. Ka një citat thelbësor që vërtet e përmbledh të gjithë këtë sistem dhe thotë: "Universi është i gjallë dhe inteligjent, gjithçka është e lidhur dhe njeriu përmban brenda vetes një pasqyrim të kozmosit." Tani, kjo nuk është thjesht një ide poetike apo romantike. Në hermetizim, ky është një parim absolut. Ideja është që universi nuk është thjesht një hapësirë e ftohtë e zbrazët dhe vdekur. Jo, ai është një organizëm që merr frymë, një mjedis thellësisht inteligjent. Dhe për të kuptuar se si funksionon ai, hapi i parë është gjithmonë të kuptojmë vetveten. Për ta vizualizuar këtë, mendoni për një pasqyrë gjigante. Nga njëra anë kemi mendjen universale, makrokozmosin, atë burimin e jashtëzakonshëm krijues të gjithçkaje. Nga ana tjetër, jemi ne, vetdia njerëzore, ose mikrokozmosi. Ajo që sugjeron hermeticizmi është se mendja jonë nuk është thjesht një aksident në mes të asgjëje. Është fjalë për fjalë një kopje në miniaturë vetë universit. Pra kur arrim të kuptojmë thellësitë e njërës anë, kemi automatikisht qelsin për të zhbllokuar misteret e anës tjetër. Por t'i dhënë gjithë kësaj një fytyrë të prekshme, kalojmë te kapitulli i dytë. Kush është Hermes Trismegistus, ruajtësi mitik i kësaj urtësie të lashtë? Pra, kush është në të vërtetë Hermesi 3 herë i madh? Sepse emri Trismegistus saktësisht këtë do të thotë. Këtu lind një debat vërtet i madh që i ka mbajtur studiuesit zgjuar natën prej shekujsh. Apo flasim për një person real që eci dikur mbi tokë, apo për një figurë tërësisht simbolike të krijuar për të mbajtur të sigurt këtë dije? Përgjigja është disi një përzierje fantastike e të dyjave. Mendojeni këtë figurë si një superhero intelektual antik i krijuar nga shkrirja e 2 mitologjive kolosale. Kemi perëndinë egjiptiane thotë, zotin e urtësisë, magjisë dhe shkrimit, të bashkuar thelbësisht me Hermesin grek, i cili ishte zoti i komunikimit dhe mesazheri i perëndive. Kur grekët dhe egjiptianët filluan të ndajnë e shkëmbejnë idetë e tyre në antikitet, bam, lindi Hermes Trismegistus, personifikimi suprem i të gjitha dijeve të fsheta ndërthurur në një emër të vetëm. Dhe CV-ja e këtij personazhi është vërtet e pabesueshme. Në këtë traditë, ai luan rolin e një filozofi që zbërthen mekanizmat e natyrës, një mistiku që lundron në të panjohurën, një mësues i të madh iniciatik që udhëzon studentët e tij dhe natyrisht njihet botërisht si ati i alqimisë. Ky profil ishte aq autoritar sa që përgjatë historisë, mijëra tekste ezoterike janë atribuar atij thjesht për t'u dhënë peshë dhe rëndësi. Duke folur për tekste, le të kalojmë te pjesa e tretë, origjina dhe corpus hermeticum, për të kuptuar si mbjetoi gjitha kjo dije. Kjo filozofi ka pasur një rrogtim të jashtëzakonshëm kohor. Gjithçka nisi aty ku u kryqëzuan kulturat e mëdha në Aleksandrinë helenistike, rreth shekullit të 2 para erës sonë, deri në shekullin e 3 të erës sonë. Ishte pak a shumë si një superqendër kërkimore e botës antike. Më pas, kjo dije u duk sikur fjeti, por rishpërtheu fuqishëm gjatë rilindjes evropiane, duke ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si mendimtarët e atëhershëm e shihnin shkencën. Dhe pastaj, ndodhi një kapërcim tjetër interesant në vitin 1908. Një libër i quajtur The Kybalion u botua në Shtetet e Bashkuara, duke i marrë këto sekrete tepër antike dhe duke i përkthyer në një format lehtësisht të kuptueshëm për mendjen moderne. Por e gjithë kjo u ngrit mbi një themel kryesor, corpus hermeticum. Për ta thënë thjesht, ky është një koleksion i shenjtë tekstesh, i strukturuar si një seri bashkëbisedimesh shumë të thella mes Hermesit dhe studentëve të tij. Ata diskutojnë për gjithçka, nga si u krijua bota deri te shpëtimi i shpirtit njerëzor. Dhe këto shkrime patën një ndikim që nuk mund të mbivlerësohet. Ato formësuan neoplatonizmin, frymëzuan urdhrat si masoneria dhe praktikisht i dhan benzinë mendimit mistik gjatë gjithë rilindjes. Këtu kemi recetën origjinale të universit.
Dhe kjo na sjell tek ajo që ndoshta është pjesa më praktike e gjithë këtij diskutimi. Pjesa e 4, 7 ligjet e Kybalionit. Ky është, le të themi, kodi burimor ose vetë sistemi operativ i universit. Numri i saktë është 7. Autorët misterioz të librit Kybalion, që e quanin veten thjesht Treti i Iniciuarit, dhe që shumë besojnë se ishte pionieri William Walker Atkinson në pseudonim, pretendojnë diçka absolutisht të guximshme. Ata thonë se gjithë ky lëmsh kaq i madh, kompleks i kozmosit dhe filozofisë së fshehtë, mund të thjeshtohet thelbësisht në vetëm 7 rregulla universale. Asnjë më shumë, asnjë më pak. Dhe këto janë: mentalizmi, korespondenca, vibracioni, polariteti, ritmi, shkaku dhe pasoja, si dhe së fundmi, gjinia. Është një paket jashtëzakonisht e plotë. Por, në vend që t'i lexojmë shpejt si një listë ushqimore, le të ndalemi te ato më kryesorët për të parë se si ndikojnë vërtet këto koncepte në jetën reale për ditë. Fillojmë aty ku fillon gjithçka, me ligjin e mentalizmit. Ky parim thot pastër dhe qartë se universi është mendor. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se e gjithë kjo botë fizike që shohim është thjesht manifestimi i një mendje të pafundme. Ndoshta e keni hasur shpesh idenë moderne se mendimet krijojnë realitetin. E po, hermeticizmi e çon këtë në ekstrem, ashtu si një arkitekt që duhet ta ndërtojë shtëpinë me detaje fillimisht brenda kokës së tij përpara se të derdhë beton, ky ligj sugjeron se vetë zdia ka një fuqi të vërtet krijuese mbi vetë realitetin material. Më pas, kemi atë që me shumë mundësi është fraza më ikonike në të gjithë ezoterizmin: si lart, ashtu poshtë. Ky njihet si ligji i korespondencës. Ideja geniale këtu është se modelet thelbësore janë të njëjta kudo që të shikoni. Për shembull, është vërtet e habitshme të mendosh se si orbita e një elektroni të vogël rreth një bërthame ngjason në mënyrë të frikshme me orbitën e planeteve gjigant që rrotullohen rreth diellit ton. Universi riciklon modelet. Pra, duke studiuar me kujdes thellësitë e vetvetes në nivelin mikro, ne praktikisht po mësojmë rregullat e fshehta të nivelit makro. Gjërat të vogla shpjegojnë plotësisht më dhatë. Pastaj, kemi ligjin e vibracionit, dhe e dini çfarë? Shkenca moderne, veçanërisht fizika kuantike, duket se u ka konfirmuar këtë plotësisht të lashtëve. Ky ligj thekson se absolutisht asgjë nuk qëndron statike, çdo gjë vibron, nga një mal masiv apo një gur i dendur, e deri te diçka e paprekshme si dashuria, inati apo mendimi njerëzor. Nuk ka asgjë magjike në një ndryshim humori ose e përjetimi në një frikë të thellë. Në një nivel universal, është thjesht një ndryshim në frekuencën e vibrimit mendor. Dhe këto vibrime i nështrojnë gjithmonë ligjit të polaritetit. Drita dhe errësira, e nxehta dhe ftohta, maskulloria dhe femërorja, të gjitha këto duken si të kundërta ekstreme, armiq të betuar apo jo. Por ky ligj shpjegon diçka fantastike. Këto nuk janë vërtet gjëra të ndryshme, por thjesht gradë të ndryshme të së njëjtës gjë. Nëse shohim një termometër, a mund të gjejmë dot pikën e saktë milimetrike ku përfundon nxehti dhe papritur fillon një materie krejt tjetër e quajtur i ftohtë? Jo, natyrisht që jo, janë thjesht ekstreme të së njëjtës shkallë. Gjithçka është thjesht një ekuilibër i domosdoshëm dualitetesh. Në rregull, të gjitha këto ligje tingëllojnë bukur në teori, por çfarë duhet të bëjë njeriu me to? Këtu vim tek pjesa e 5 dhe e fundit. Ky është aplikimi praktik i vërtet, alkimia e vetdijes njerëzore. Këtu ndodhi gjithë transformimi. Shumë prej nesh e lidhin alqimin me ata tipat mesjetar që zjenin lëngje në laborator të errët, duke shpresuar të kthenin hekurin në ar. Një plan biznesi të mërshëm, sinqerisht. Por në traditën e vërtet hermetike, ky ishte thjesht një kod, një metaforë brillante. Plumbi përfaqëson thelbësisht natyrën njerëzore të papërpunuar, ignorancën, emocionet kaotike, bazike. Procesi vërtet alqimik ka të bëjë me përpunimin e këtij plumbi mendor, duke njohur pikërisht ato ligje universale që përmendëm, për ta rafinuar e transformuar atë në ar, në atë që është urtësia, harmonia dhe ndriçimi i lartë shpirtëror. Pra laboratori nuk ishte kurrë një dhomë e vjetër me pluhur. Laboratori ishim gjithmonë ne vetë. Dhe kjo ide e transformimit personal nuk mbeti e mbyllur me sfaqesh të pluhurosura. Ndikimi i saj është kudo rreth nesh edhe sot. Ajo formosoi psikologjinë analitike të Carl Jung, i cili studioi thellë alqimin, duke e parë si një hartë psikologjike të përsosur drejt pjekurisë njerëzore. Ajo i dha strukturë gjithë atij simbolizmit të famshëm të ndërtimit të tempullit të brendshëm në masoneri. Për të mos përmendur se si ndikoi masivisht okultizmin modern dhe se si lëvizjet e sotme New Age i kanë marrë rrënjet pikërisht nga këto koncepte. Ajo rritje personale dhe spiritualiteti bashkohor. E gjitha fillon këtu. Në thelb, ajo që e bën hermeticizmin të dallohet është se nuk ju kërkon në asnjë moment të keni besim të verbër.
Përkundrazi, ai është thjesht kërkimi final më i vjetër i njerëzimit, ftesa për të njohur thellësitë e mendjes, sepse duke zbuluar çfarë fshihet aty, ne zbulojmë vetë kozmosin. E gjithë kjo na lë me një pyetje vërtet të jashtëzakonshme për të cilën ja vlen të mendohet. Nëse mendja jon vërtet e pasqyron të gjithë këtë univers pafund me të gjitha ligjet dhe misteret e tij, atëherë sa galaktika mbeten për tu zbuluar brenda vetvetes son. Kjo po që është një aventurë e vërtet. Dhe me këtë mendim intrigues e mbyllim këtë eksplorim të thellë mbi urtësinë e lashtë hermetike.